Deputeti i vetëvendosjes Florin Krasniqi ka deklaruar se mundet edhe ka guxim t'i ia thyejë dhëmbët kryeministrit Hashim Thaçi, por kjo sipas tij nuk është formë e drejtësisë. Shqiptaro-amerikani e ka rikthyer padim për shpifjet e kryeministrit Thaçi ndaj tij në gjykatën komunale, pasi që nuk dëshiron që Euleksi të merret me padinë e tij. Ndërkohë kryeministri Thaçi e ka quajtur banal fjalorin e Krasniqit, i cili nuk ka të bëjë as pak me traditën dhe kulturën politike shqiptare. Pullazgjiu të Amerikës vazhdon t'i dalë punë me kryeministrin Hashim Thaçi. Shqiptaro-amerikani që s'po pajtohet asesi me Thaçin e ka dërguar sërish padim për shpifje ndaj tij në gjykatën komunale të Prishtinës, duket se durimi i deputetit Florin Krasniqi ka shkuar në atë pikë saqë është i gatshëm edhe për duel fizik me Thaçin. Unë di, muj edhe guxoj mja thy ton dhëmë Hashim Thaçit, po ajo nuk është drejtësi. Ajo nuk është forma që ndërtohet shteti i Kosovës. E jo pse ai nuk e meriton për akuzat që i ka bërë kundër meje e familjes teme. Po unë du që këtë drejtësi me da gjyqësia, jo rruga, jo Euleksi, jo forma të tjera. Krasniqi riktheu padim për shpifjet e Thaçit ndaj tij në gjykatën komunale, pasi që nuk dëshiron që të merret Euleksi me të. Ai ka vazhduar me fjalorin e ashpër ndaj Thaçit. Për akuzat që kanë bërë ndaj meje dhe familjes teme, kjo gjykatë ju ka drejtu Euleksit. Unë e di ku është Euleksi. Unë e di se Euleksi janë këto. Unë e di edhe forma tjera më marrë me rrugaq si Hashim Thaçi. Po unë kësaj radhe, edhe gjithmonë ju kom drejtu organeve të drejtësisë. Unë besoj, du shumë me besu në drejtësi në këtij vemi. Gjykatëtarja Anita Krasniqi pranaj duhe që më marrë me këtë çështje. Për këto akuzat të Krasniqit, përgjigje ka dhënë kryeministri Hashim Thaçi. Besoj se elektorati do të distancohet prej fjalorit të dhunës, kërcënimit, shantazheve dhe thjesht është një fjalor dhe veprime që nuk i akcepton as njeriu i pa informuar, fjalore ma qytetari i Kosovës, se sillet një fjalor i tillë ndaj dhunës dhe kërcënimeve në Republikën e Kosovës. Pra është një fjalor që si takon as traditës, popullit Kosovës dhe as politikës kosovare. Euleksi sipas Krasniqit është mision i përkohshëm në Kosovë dhe për më tepër është edhe neutral ndaj statusit të Kosovës. Padim për shpifje ndaj tij dhe zbulimin e rrethanave familjare ndaj kryeministrit Thaçi, Krasniqi e kishte bërë më 17 nëntor të vitit të kaluar në gjykatën komunale të Prishtinës. Më 23 maj të këtij viti, gjyqtarja e caktuar për këtë rast, Anita Krasniqi Prenaj, i ishte drejtuar me një kërkesë Francesco Florit, kryetarit të asamblesë të gjykatësve të Euleksit, që rastin ta merrte në dorë Euleksi, pasi që padia implikonte 2 persona në poste të larta politike.